Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live mode. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali, do të lidhemi me një nën, është nëna e 3 fëmijëve, quhet Aurora Dibra, e cila fatkeqësisht ka patur një jetë jo fort të mirë në Shqipëri me partnerin e saj, por gjeti shpëtim në shtetin italian, aty ku njohu partnerin, dashurinë e saj, një shtetas italian. Dhe teksa gjërat u rregulluan në jetën e Aurorës dhe 3 fëmijëve të saj të dhunuar nga babai i tyre, sot Aurora po haset me probleme të mëdha me një zonjë. Dhe në fakt, duke qenë se Aurora Dibra është një figurë e njohur për një pjesë e madhe e shqiptarëve, ajo është një nën e cila është shumë aktive në rrjetet sociale si në Instagram, në Facebook, në TikTok, duke përcjellë mesazhe motivuese dhe duke bërë thirrje për ndihmë për të gjithë njerëzit që kanë nevojë. Aurora është përballur me një sulm, por në fakt ky sulm nuk ka qenë drejt për drejt me Aurorën, por me vajzën e saj, e cila është e sëmur. Një zonjë anonime ka dërguar foto, le të themi, shokuese për Aurorën, të bijes së saj, dhe ajo është e irrituar dhe kërkon ndihmë për të bërë një denoncim këtu në live mode. Por çfarë ka ndodhur dhe kë dyshon Aurora se kush është kjo zonjë që po ja bën këto të keqe, këtë sulm në rrjetet sociale, do të jetë vetë që të na i tregojë, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Aurora, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Je shumë e shqetësuar, e besoj çapo përjeton, sepse kur më dërgove disa mesazhe përpara disa minutave, disa foto, edhe unë u shokova kur i pash. Ç'a ka ndodhur me ty? Unë asnjë gjë, thjesht janë njerëzit që më komentojnë, unë jo ktheva përgjigje, sepse më ka komentuar shumë raste të tjera, më ka shon formë, një të kapi lapsja, më kupton. Një të kapi lapsja zonje. Edhe i komentova që unë isha thjesht të bëj një video, domethënë që sa më thonë gjithmonë lëmë ndër me thënien e pletëve, më kupton? Edhe unë isha të bëj një video me fotot me duart e zonjës, që po tregosh që po i bashkë masazh. Edhe aty më kisha shpjetë me dalë ma të në kohë. Jo, do ma shpjegosh. Arin, disë të parlate. Më kisha shpjetë me dalë të në kohë. Edhe unë aty përgjigjen bëjnë. Pas t'i vojët, sepse më ka formë në fjalor shumë banal, në do video që më publikosh, a i për tonë ka formë në fjalor shumë banal. Është grua. Edhe unë i përgjigjen të Aurora. Pas t'i gojen, sa s'pastra i kam dur tonë, ashtë në lëshe. Aurora, që ta kuptojmë qartë, pra në përmjet videove online, ti je shumë aktive në rrjetet e tua sociale. Po, unë jam shumë aktive në TikTok sidomos. Po, në faqen tënde TikTok, një grua të ka kërcënuar, me sa kuptova unë, duke dërguar disa foto shokuese edhe mesazhe shokuese. Tani kujt ja ka dërguar këto foto? Dhe ka fotot ja ka dërgu vajzës teme që është me autizëm. Unë e kam vajzën me autizëm. E din tonë TikTok, e din tonë, e kam thënë televizionet ndryshme, edhe tek tim duket e kam thënë, që vajzën unë e kam me autizëm. Vajzën nuk flet shqip, sepse kanë harru parasysh të traumës që kena pas në si familje, ne kena pas traumës si familje. 10 vjet dhunë, i kena pas si familje, sepse dhuna është përjetuar me gjithë fëmijët bashkë. Në sy të fëmijëve është bërë dhuna, kështu që. Për një fëmijë dhe një kanë zgjell, e kanë harru tani, e kanë harru shqipen, kena pas arsyet tona. Edhe ajo, zonja, më shkruan të çdo e komente. Unë asaj zonjes, ja kam të komente, po se kam mënu, nuk e kam mënu se të partin këto. I ka shkru ma përpara, i ka shkru Stefanas në TikTok, në burrek tem, i ka thënë që Lene nuk ka shkru për ty ashtu. Stefano ka qeshja, ka lane, adin. Ma në Lene ka kap, i ka atë mesazhet, ja ka shkru vajzë në herë me faqe tjetër në Facebook. Si arritet ti? Po gjirojnë imazhe ardhë për mamin tonë, ashtu bës tekst, unë kam video, unë kam atë, unë kam këtë, edhe ashtu e thash mamit, Lena, mami tonë vajzën mi të regon, unë kam këtë raport mirë me vajzën, që vajzën mi të regon, edhe pësa është 20 vjeqe, mu mi të regon të në gjanët e saja. Pra, para sa kosh, Aurora të lutem, para sa kosh këto mesazhe kanë britur në adresën e vajzës tënde? Të dilen, do të 2 mars, kanë arrit mesazhe në, do thënë ka orë 2, kanë arrit mesazhe në Facebook. Mund të më Por po i shu foto vajzë. Po mund të mi tregosh mesazhet konkretisht çfarë shkruante kjo zonjë sipas jush? Jo, tjetër gjona që ka shkru edhe në ashtu sepse ka fshi vajza më se unë e thash mami tash Lene, tash që nuk ishte se shu foto. Mami tash Lene, i ka në atë rrjetin social që është që ka mesazhin.
Telegram. Edhe ta janë të gjiru këto video. Edhe unë më të regën, bojtë dhe më mami të futja blokit të shëva të punë. Edhe bojtë dhe njështë të bani edhe pëshi. Po çfarë i kishte shkruajtur vajzës? Mund të mi tregosh të lutem? I kishte shkru vajzës, pra që po gjiron video, që na ajo da të bë seks me burrat e tjerë në Shqipëri. Imagjina. Nëse, edhe unë mbyll këtë adresë, se ta mbet kafe, që ta mbet për më pak. Nuk nga që nuk e kena, do të thënë kam duku në Facebook, vajza jam e ka fshirë atë gjë, për pat keq e ka fshirë. I ka shkruar vajzës në Instagram. Në Instagram më ka fotot që kam tregu, që ka bërë bisedën që e kam tregu por në dark kjo punë. Masi na fut për karnevale, se të mbjerë që ka kanë karnevale. Ditën e ditë ka kanë karnevale të vjerëjtës. Edhe unë kam qenë me një vajzë që është me sindromin Down, kam shkuar e kam marrë, ashtu në dark, mi ka tregu vajza, ka çat natë, deri në 2 natë unë kam unë çka me shëtsu vajzën, sepse mesazhet bëhen vetë mesazhe me tamam. Mirë fotomontazhe. Pra, që ta sqarojmë Aurora, e dashur Aurora, që ta sqarojmë edhe për publikun, se kjo foto mund të bëhet publike nesër apo pas nesër, dhe është një foto e rëndë, dhe dua ta sqaroj për publikun, kjo është një fotomontazh që kjo zonjë ka bërë. Kjo fotomontazh, që do thano, ajo si vetë krejt gjatë, që të thonë, dhe jo, mas... Po jo, të lutem, po këtë gjë duhet ta sqarosh, sepse rëndon mbi imazhin tënd. Jo, është një fotomontazh i shelbën. Edhe unë nuk e kam shumë me fotomontazh në shelbën që ka bë. Së shumë e rëndë, kupton? Është fotomontazh i shelbën. Unë e kam shumë me fjalorin që ka përdor me vajzë. Vajzën ajo e ka ofenduar me fjalë të pista? Jo, i ka thonë shqipe që banana, jo të shqipe që asu ka përdor një fjallor që një mashkull nuk e përdor me atë. Nuk e përdor. E kjo shumë e rëndë është e turpshme. Shqipe të shqipe. Të ajo videoja, aja ka bot tag mu, të një adresë që unë kam posë, që nuk e kam mosë, që nuk e kam pasorde, ka bot tag edhe vajzën teme. Të ajo adresë, ka nëjtë aja story që të kam dërgu në ty me WhatsApp me mesazhe, ka nëjtë 24 orë në TikTok, në dresh, në Instagram. Në Instagram, ka nëjtë 24 orë në Instagram, po i bak kush gjo, po i hiper në kamë, saj. Edhe, okej, të nisëmen, ka ardhë të profili jem, e kam thonë TikTok shqecimin, edhe vitet e profili jem, edhe në live, të i të regun që ose doni me e po, e shqit në asha. Të shtë janë djetu, unë punë, dhe thanë, kujtesen të bëha gjanat, në shqitur me foton që kishte ba, që kishte su vajtës, kishte shkruar një audio, ku unë kam këtë përgjigje, zonjas e për dita tore, Carmen. Atere të lutem, se kemi të dhëna, pra, adresa në të cilën ty të ka shkruajtur, si ty dhe vajzës, është me emrin Afrodita Toro. Është adres fake. Por zëri saj është zë femre, se kjo është e rëndësishme, audioja që të ka nisur. Audioja që më ka nisur. Ka nxitur me foton, nuk e di se si me thonë hard për mua është por në krejt, nxitur me foton i kishte dërguar edhe këtë audio. Në audio unë i them kësaj zonje, sepse më thotë, dhe më thonë, aja mund të masazhe, thonë ishte të bëjë masazh zonjes që asistoj, ishte të bëjë një masazh. Edhe masazhin thotë mu bëhet me dorsa, po ku dim ti nga pastërtia. Sepse unë kishte arë shpirë me dorë, më në i të feje, më në kam, shike kam vetë, bëme pas t'i goje, si kam mundur të pastra, shtu, ta më në qëmë të bëtu i thesh një është të jam përgjith, sot pastra i kam mundur, kishë me gajnë, lakum në arra. Kaq. Por mu kjo nuk më ka thonë këtë gjë. Këtë gjë nuk më ka thonë mu asë në TikTok, asë në Instagram, asë në, dhe më thonë, në Facebook, që më ka gjetë më me ata. Ka shku direktit të vajza, edhe ka shku ata gjanat. Se mu e jetë më kishtë të thonë, që kjo është problemi, unë të betohem, edhe me adres falso, unë të betohem atë vidje të shahek. Unë beto me të vidje kështë e një sekunda. Por ajo, ka bëllë këtë gjo me vajzën, edhe unë do të shkaj në fund. Që ose stas me ty, unë do të shkaj dhe në fund. Unë po kontaktoj edhe me lejenet të në Itali. Sepse vajzë ka shku italisht. Vajzë e në ka tëmë drejtë në bus me kemë shtitës italiane në momentin që në jena të zbët gjithë të. Por a shtitës e alo shikare. Edhe dyshoj fort që personi është në durës sepse përdor Google Translate për me komuniku. Mas ja kam mjë bëjt mesazhet, që kam bëjt mas mi shkru kërkush ma, ka pillu put njëjtët mesazhet e shkru burët temë.
ty thonë burrit tem që ti përdoret vajzën, ty thonë burrit tem ty i ka nis video, i ka nis atë video që ka nis vajzë që ka nis burrit tem, e një adresë alosut ka accountin në Facebook. Unë më mënën, dhe unë në punë të runin, në asho, edhe i shkrujt të mbet. A për i këtë video të mbet e ki bon tonë këtë punë? Ti që këtë video ta, edhe në mbyllim këto. E të që jo, ashtë te përbon me e video në me e këto. Se mu kanë përdonu i këtë vjeshe. Se si me lonë kënë tjetër në përdonu vajzën, për mu s'kanë folë, fush, mu kanë tanë mire të kanë ba. Unë vajzë të e mune, dhe sot. Sot kim shallën e në qëllë se ka me dik një ditë, unë të vetë të dërë të five të njës, se si kam gjo kujtë përsh. E dashur Aurora, qetësau. Unë si kam gjo përsh, vajzë e më ko që të shdytit, a të tejtë nuk e di, a ko që të në shkollë. Për një, unë i kam tonë vajzë që kam qetët person. E ma ti person të bokët me ke, unë të pokët në ligjët, me organet kompetente, a i du të mërë. Kush do që t'je? Për shbatë në baganë që ka i në dhe. Vjen? Unë ati për tërë unë të t'ja t'jale të tyre. Aurora, zemër, të lutem, qetësau. E kuptoj dhimbjen që përjeton, sepse... Më ka shkru sot me një akaunt tjetër, për këta të drejët forte, me një akaunt tjetër më ka shkru sot te ajo video që ajo kishte thonë me hek, më ka shkru, më ka komentu që përdoj njerëzit e zhburrit, edhe një të ka bëj zhburrit që të ka ta. Edhe unë e kam shkru tekstualisht, si kam thonë, që se ti për nënë me më taku, edhe më thonë se ku ndodhesh, unë e fshimi. Edhe nuk ka këtyra për gjyqet. I kam me screenshot. A është alo fotoja në emrin tem edhe të burrit tem, Aurora Stefano Dibra. Unë nesër kam takim me bë si një, dhe më thonë, dërëncimin këtu në Itali. Kam se për më kërkojnë i din e personit, i din adresës, unë i din e adresës Facebookut nuk di me gjithë, du të me gjithë një informatik të zotin, që me gjithë i din e Facebookut për më të bëtë rëndësimi, së në ishë nuk më më dhe. E dashur Aurora, zemër, kjo bota e internetit online, sa argëtuese është, aq edhe e frikshme. Dhe unë të besoj se si ndihesh ti në këto momente, sepse të është cënuar vajza, dhe për ty është gjëja më e shtrenjtë, është drita e syve dhe unë ta besoj këtë pjesë. Që një fëmije i cili i dërgohet në mesazhe privat, foto të shokuese, montazh të nënës, mesazhe me fjalë ofenduese është shumë e rëndë dhe unë e kuptoj atë që ti përjeton. Por, patjetër që ti do ta denoncosh në polici, por unë dua të pyes, ti dyshon që është grua kjo gjë që e bën? Jo, nuk dyshoj, unë jam i sigurt që është grua, sepse, sepse se ba me dyshon nuk kisha marrë në telefon. Ba me dyshon ta kisha garantuar që nuk kisha marrë. Unë jam 100% sigurt se të grua. Po të tregoj arsyen pse. Sepse te TikToku që unë kam thënë përgjigje ajo ka një foto. Edhe ka emrin e vet të shënuar. Je sigurt që është fotoja e saj? Po, është fotoja e saj, sepse, po ta them edhe pse sepse te ajo foto që ka në TikTok që nuk vjen as emrin, të njëjtën foto me të njëjtën emër e ka edhe të akaunti saj original në Facebook. Por e ka të njëjtën foto me një person tjetër. Është ajo me një person tjetër, por vendi është i njëjtë. Edhe unë jam e sigurt, ose nëse nuk është ajo, është dikush që ajo ka pagu për me bërë këtë gjë. Edhe mu nuk më intereson kush do që tjetë. Bas kryeministri Rama me kanë, unë i dhe përbërë. Por ajo foto, ty e njefës atë zonjë, do më thënë? Unë nuk e njofë, është njëri që nxjerr brerë. Ajo do të më kërkojnë falje mu, edhe bajtë, unë falje herë nuk ka falje. Falje ashtu, vetëm se du me pa në ftyrë, me pa në gjana në ftyrë. Se është zonjë e lindur në 15 janar të vitit 1959. Pa që nga në moshë, një grua në... është grua në moshë, ajo ka unë babi jam, ka kanë 16 maj e vitit 1959. Njëtën vide, është pak më mëllë se babi, që ka e babi jam. Po kjo është e të mërshme, një grua në moshë... është të mërshme, të bëjmo... si me shkrua ta fjallë, Sepse ku e di unë, të dodita, ti edhe ti e botë TikTok, ti e gazetare më profesionistë sonë. Unë e kam pas andër gazetarin, pavarësisht se nuk arritë me ba. Por, dhe me thënë, një gjë, në qëllëson vetë, të videot tuja, komentoj emër mbi emër, të shoj ty, për bërë një shemë.
unë di të shoj ty, nuk më pëlqen, di të shoj me fjalë nga më banale. Edhe okej, në rregull. Edhe ti të si, a nuk je kurioze ma një herë, 2, 3, kush është një, unë të përgjigjem. Ko, shumë njerëz që në TikTok unë e përgjigjem, edhe e majnë përgjigjen, edhe nuk peqa, edhe e profile reale, e betohem janë me profile reale, e majnë sepse dojnë nështë me bë famë me gja, edhe mos më interesan një që edhe, unë e baj dhe me thonë që kam interesin tem sepse ndiqën ato video, ajo ka interesin e vetë. Të si, ajo ka hap një account tjetër, me adresën e TikTokut vetën, me adresën e Facebookut ka fotot e veta, ka mifsi, nuk është adresa e Facebookut e saj, originale, nuk është falsu, sepse ka 254 ndjekësa. 250 njerëz që i kanë komentu, unë dita lërtoj një account falsu nga një account e qartë, e kuptoj. Ti ke hyrë në profilin e saj dhe ke kontrolluar. Që ajo ka në Facebook edhe në TikTok. Aja, o është vetë personi, 2 rrugë janë. O është vetë personi, o është një person që ajo ka pagu për me bëkë që. Por pse një grua në atë mosh e marrim sikur është ajo të akmerret në një lloj forme me një tjetër nën, se dha e nën do jetë. Ma më duket shokuese. Unë kam thënë të shkosh ndasë me një kam, unë kam dasë me 25 tetor. Unë kam thënë të shkosh ndasë me një kam. Nga i ditë dhënat e tua ajo që ti ke dasëm? Po, unë e shprejje, ma të unë s'kam gjatë me mshe, shoqe, unë s'kam gjatë me mshe, unë e shprejje. Jo, po ti bëj këto pyetje që një njeri që hyn në adresat e tua, të dërgon këto mesazhe, të bëj keq, të njollosi figurën tënde, di shumë të dhëna për ty, do të thotë është një person që të njeh shumë mirë dhe do të akmerret. Po një më hapun, nuk është person që ndjek. Se për shembull ashtu një ndjesh që është një që i kam shkruar ashtu, edhe po njerëz lutën me të bërnë ashtu, nuk ka vëdeshin. Po patjetër. Dhe unë dua të të jap një këshill sepse ishe shumë e shqetësuar kur folëm që parë në telefon. E dashur, unë jam një figurë publike dhe edhe nëse s'dua, më duhet të kem adresa në rrjetet të ndryshme sociale për të qenë më pranë publikut. Sa mesazhe më vinë mua në celularin e pagjurmit apo dhe në adresat e pagjurmit apo dhe në adresat e mia personale me fjalët nga më të këqija që ekzistojnë, por unë jam mësuar me këtë lloj ngarkese. Dikur e përjetoja, tani kam vënë një kryq dhe këto mesazhe as nuk i hap ti lexoj. Por ti e përjeton shumë këtë gjë sepse kur preket fëmia, gjëja bëhet më e madhe dhe unë të kuptoj për këtë pjesë. Ndoshta ka ardhur momenti që llogaritë që ka vajza juaj të jenë pak më të kujdesshme dhe më të kontrolluara, që jo çdo njeri mund t'i bëj kërkesë vajzës tuaj. Pra duhet ja menaxhosh këtë pjesë, sepse të ndodhi sot mund të ndodhi edhe në të ardhmen kjo gjë dhe nuk ta uroj. Ka ardhur momenti të marrësh masa për vajzën dhe për djalin, që këto faqe që ata përdorin dhe duan të argëtohen, të jenë të kontrolluara nga ty, jo çdo kush të hyjë në faqet e tyre. Dhe e dyta, unë e kuptoj që ti je aktive dhe bën shumë mirë që je aktive, do të jesh pranë publikut, je popullore, do të flasësh, të japësh këshilla, ke një zemër shumë të mirë, jep mesazhe shumë pozitive, bravo që të qoftë që e bën këtë gjë. Por duhet të mendosh dhe me anën tjetër të medaljes, jo të gjithë njerëzit të duan. Ka njerëz të sëmurë mendor, psiqik, që rinë online dhe nuk kanë çfarë bëjnë dhe merren me Odetën, me Aurorën, me X-in, me Y-in, vetëm ti bëjnë keq. Stakoje mendjen Aurora, këtyre njerëzve mos u jep kurrë rëndësi. Por që do ta bësh denoncimin dhe ti këmbgul që ta zbulosh kush është ajo grua apo qoftë mund të jetë ndonjë burr që fshihet me figurën e një gruaje. Është grua. Okej, ti këmbgul që është grua dhe mund të jetë grua. Unë profilin e saj është vërtetuar sepse nuk ka si një burr me shku për mu në emër tem, me shku me thënë asaj tjetër, thonë ma heki këtë ose unë bëj namin. Ajo vërtet është, dhe më thënë, ajo vërtet është që unë vajzës, djarë jam ka qesh, djarë jam ka po, unë e kam djarë në 18 vjeç, djarë nuk e kam autizm, asë në dhe në dvogë, nuk e kam autizm, i kam me jeti kesh o zot. Edhe kam qesh, vajzës ka përjetuar. Në kontrolli sepse ka autizmin, edhe është në rregull, edhe është dëgjo. Okej, unë e kam vu kryq asaj. Unë nuk ashtu, por unë do më shku në fund kësaj gjoje që ky person mos më mos ja ka lënë lehtë. Kjo është. Unë do të shkoj deri në fund, nëse nuk është me ty kjo gjë do të bëhet me dikën tjetër. Unë do të shkoj deri në fund. Ma deri në fund. Jam më çfarë vendosur. Se unë nëse vdes, unë vdes të mbrojt fëmijët e mi.
Sepse kam jetu 10 vjetë dhunë, i kam marrë nga ishtë bashkëshorti, E ti. ja kam tregu histori, çka kam jetë trupi e me din, atë kjo është kur gjo për mu. Kur gjo nuk është për mu. E dashur Aurora, ne e denoncuam, unë e mora denoncimin. Më vjen keq që të ka ndodhur kjo gjë. Mundohu të qetësohesh, nuk është fundi botës. Ka plot njerëz. Nuk ka fundi botës, por unë duhet të më shkohet. Nuk ka fundi Po botës, patjetër, nuk ka fundi këta botës, unë njerëz, duhet të më shkohet. këta njerëz që fshihen pas profileve falso dhe bëjnë këto lloj gjëra është e turpshme. Është e turpshme. Domethënë ku arrin djallëzia. Ajo ka bë gabimin, që mos të kisha mujt me gjithë kur që ka bë emrin e saj në TikTok. Emrin mbi emër Afrodita Toro në TikTok. Pra, edhe një herë të ndalemi këtu. Ti dyshon se ajo quhet Afrodita Toro? Jo, nuk dyshoj, është ajo. Është ajo. Ajo quhet Afrodita Toro. Video që unë jam përgjigjur, video replay, e ka emrin Afrodita Toro. Edhe ka. Dhe është nga Durrësi. Dhe është nga Durrësi. Ajo në akauntin e saj në Facebook e ka shkruar që është në Shkollëzet, është nga Durrësi, i datëlindjes 15 janari vitit 1990. Kupton? Edhe ka foton e vetë saj në konta në zonë. Në akauntin që ka hap kriminali Katania Demek, Gjoja, dhe më thënë, në bane e ka ndru, ka bu foton të ema dhe Stefano, sa Aurora Stefano Dibra. Unë i kam shkru sepse të nqitur me atë videon, me foton harp që ka dërgu vajzës, ka që edhe atë vokalin që unë i kam ba. Edhe unë, dhe më thënë, në nova këtë që, edhe i shkrujt të këtë profili falso që ka, i thamë vetë, a ke probleme me këtë video? Edhe në ka shkru të kësërisht të tjallë. Fshia të video, edhe në mdull në gjanat këto. Unë dëshirë që aje nuk është para shqiptare, është kosovare, nga dialekte që shkru. Por nuk e di. Kjo të mesin dorë policisë. Unë jam kontakte dhe më lejene. Patjetër, ke bërë shumë mirë këtë gjë. E dashur Aurora, ajo i ka shkruar dhe bashortit tënd, bashortit tuaj. Ka shkruar bashortit tënd, i ka dërguar mesazhe foto, i ka dërguar video hard, i ka dërguar futje video, mesazhe foto, i ka shkruar që ti përdhënan vajzën, i ka shkruar shumë lana. Këto janë të të nisha mesazhe që ka dërguar Stefanos, është habit, nuk e di sa e tani italishtën sa e plek, por besoj që pa, s'ka shqiptar sot që nuk e din italishtën, debetohen mesazhet me Stefanon janë skandal. Janë skandal, por me Stefanon a din, qeshi, se Stefanon a din që të ka në shpi, por janë aqë bukur të bëme, sa ka Stefanon, unë bëmës me të një, bëmës me kanë, të në shpi me mu, bëmës me ditë se qërë producionet e qërë, unë betohen të mosha i kisha marrë pa edhe të mjeshan. Prandaj thash që ato foto nesër ajo mund t'i publikoj për të njëllosur imazhin tënd. Pa e ka publiku, jo mund t'i publikoj. Pse fotot janë bërë publike? Është bë publike në Instagram, ka marrë story 24 orë nga bë tag mua dhe vajzës. Është me turpshme. Edhe te tagu jam, unë atë adresë nuk e kam pas mua sepse ajo ka më adresë tjetër, unë te atë adresë nuk e kam pas një adresë tjetër. Në Facebook e tash, më shkrui tash, i kjo është adresë e Facebookut, nuk më ka shkru, më ka shkru më me vënes, edhe gjë më më ka thënë ku ishte problemi. Jo, unë s'pëj që të të kur. E dashur Aurora, unë uroj që kjo zonjë, kushdo që të fshihet pas Afrodita Toros, apo vetë ajo po t'jetë me këtë emër dhe mbi emër, ti thrasi mendjes se nuk e mbasi se ka kuptuar akoma çfarë ka bërë, e kupton? Se shumë e rëndë të gjithë kjo ngjarje. Mua unë shoh një certifikat, që ajo është smur menore, atë në besoj. Po ajo nuk është smur menore, se smur menore në kanë TikTok. Vajza e me ka TikTok po kontrollohet nga unë. Ajo ka dërguar një moment që nuk ashtu. Unë të shtit vajzën e kam bukutar në mesazhet, si në TikTok, si në Instagram, si në Facebook, mos më çukur kush më mesazhe. Unë denoncimin e mora. Të lutem, nëse kjo zonjë do na ndjeki, dua një mesazh ti përcjellësh. Se ti këmbgul që ajo është grua që ta ka bërë të gjithën këtë. Ajo është, nëse nuk është ajo, është dikush që ajo ka pagu. Edhe unë nuk e kam frikë. Unë e kam zullis, nuk kam frikë. Kjo gjë përfundon këtu, nëse ajo vjen. Në takon, mi thot gjanat që ka me mu, përballë, edhe unë nuk e ndjekon rrugë ligjore. Sepse ajo, nëse vazhdon të më kërcënu mu, ajo ka mu përballë me ligjin. Unë nuk preku kam me dorën si nëj duhet me kërkam. Unë nuk preku, kërkam me dorë, me gjithë dorë, sa nuk e preku.
por amaja do të përballet me ligje. Në Shqipëni, në Itali, në Lulu, në tonë botën me kanë, fund botës me kanë, ajo unë do ta çaj. E qartë. Vetëm të lutem qetësohu dhe vajzën, se ajo e... Jo, më qenë sepse unë e di se kush është. Unë e di se kush është. Unë nesër të shkoj te policia postale në Luka e do të bëj denoncimin. Tash, për sepse mesazhet janë shkruar në gjuhën italiane, tu e di shumë mirë që vajza nuk flet shqip. Nuk më ka thënë mu, kjo zoj, Odeta, të më kishte shkruar mu, të më kishte thënë, Auror, i tu e kam problemin, të lutem ma heq, sepse nuk të bëj iman qatë, unë do ta kisha heqë në sekondat video. Në sekonda, sepse ka në raste të tilla që mi kanë kërku edhe i kam heq. Ka në raste të tilla, është e vërtetë, betohem Odeta, është e vërtetë. Ka në raste të tilla dhe i kam heq video sepse u kanë thënë ke vet. Por ajo ka shpërbajs. Në ditën e 2 të Ramazanit, atë këtë s'ka zot në qiell që ja fal. I përket besimit musliman, nuk besoj se janë tonë muslimanë ashtu, se janë nuk ashtu. Por nuk ka Ramazan që ja fal. Me atë që ka bërë. Një vajzë, do të thonë që është me disabile, që është me aftësi kufizuara. E qartë. Atë nuk ka zot që e fal, vajza jam nuk e fal. Vajza jam më tha, unë du me e pa në sy. Uroj që të zbulohet e vërteta, kush është dhe të marrë dënimin e merituar, se shumë e rëndë. Jam adhonë një ka në psikolog, adhonë kam nevojë tash për psikolog, por sinqerisht jo, kjo gjë nuk i falet kujt. Okej. Mirë zemër, të kuqa folë. Mirupafshim. E dëgjuam Aurorën, pikërisht ato foto të ndyra do t'i quaja që në mënyrë anonim dyshohet që është një zonjë, ja dërgon vajzës së saj e cila është me spektrin e autizmit. Uroj dhe shpresoj që kjo zonjë të dërgjegjësohet, por mbi të gjitha Aurora do të bëjë denoncimin në polici, që këta njerëz ta kuptojnë që bota virtuale, bota online, sa e bukur është, aq edhe e dëmshme, dhe këta njerëz që mundohen të dëmtojnë të tjerët, të hedhin balt mbi kurrizin, fytyrën, mbi lëkurën e tyre, duhet të marrin dënimin e dur. Mirë, ne do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live, sepse do shkojmë në këtë momente në një fshat të Kavajës, do të lidhemi me një 65 vjeçare, ajo quhet Servete Istiri, është nën vjerë gjyshe, por zonja Servete po has probleme të mëdha me nusen e djalit dhe kërkon ndihmën time për të qenë këtu në live me Odetën. Kështu që jap dritaren më njëherë dhe ftoj 65 vjeçaren. Dashur Servete, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Por çfarë ka ndodhur me ty? Më ke telefonuar dhe ke këmbgulur që të flasësh me mua? Unë vetëm për te për i psikologë për Kalamajt, se ka 2 javë që ka morë ama atje më thonë drejtën, Kalamajti ka mund voglin nga ka mund më thonë drejtën, që kam 2 vjeqin, që kam këtu. E ke fjallën për nusën e djalit? Pa te se tjetër problem mu, më Kalamajt në Kalamajt basit se ama. E dashur Servete, pse ka ikur nusja e djalit dhe i ka lënë fëmijët aty? Ate ka qu quni me boj ilaçet atje, se nuk përbëllohet to janë, ta themi drejt. Fatkeqësisht nusja e djalit ka probleme me shëndetin mendor. Po, kënaqë po. Por çfarë ndodhi atë ditë që djali vendosi ta çojë te prindrit? Kur më diti që e ka qua, i tha ama, bjerë të se da qoj me je për vizitë. E në shkuna mo nesët ato, i bojnë këtë bo vizitë, në jenë të dhoni ilaçet atje. Por çfarë ka thënë mjeku për nusën e djalit? Do më thënë, çfarë diagnoze ka ajo? Nuk e di. Nes nuk e gjatë gjotë qune, nuk di gjotë qune e një më tonë drejtën. Nuk di gjotë qune fare. A ja të bëkë shumë, i kështë bënaj. Gjithë ditën, silë, kokës, vret Kalamajt, botërtorë, ishti lujtë stotë, nuk e di më shumë. Servete, kjo është një fatkeqësi. E di që jam nano, unë për vujtë zezër. Por çfarë ka? I këto kam qune, 2 vjetë që kam qune, nuk kam i vetë që marrë qunin tonë, i vetë. Që marrë to, frene, hane, pine, i ble gjithë gjani. I gjithë gjani. Të dy këllë për njëna kam qune tjesë, nuk së të përbëlloj nësën vritën fare. Ka zonë brejt gacë qunin. U për në të poshtë.
Por djali çfarë ka vendosur? Ka vendosur të divorcohet? Do jetë të krah saj për ta ndihmuar? Nuk e ka çuar e ka çuar gjë për boni lashën i sen, jo. Unë ta them drejt. Nuk e ka çuar për të divorcuar. Por ti konkretisht nga muaj dashur Servete çfarë kërkon? Unë du vetëm psikologë për kalamaj të jesë më pa fëmijë si puna saj. Vetëm të gjon. Pse gjendja e fëmijëve është e rënduar? Shumë për zotin. Shumë. Por pse çfarë dhune ka përdorur nëna ndaj fëmijëve? Se kjo që nga situatë goxha e rëndë. Nuk e di që ka kona janë e atë punë ka pas. Që ke leu gocën e pare, që 4 javë 5 javë i silë të gocës. Vita, se unë më shumë kom gjenë për nejtë për spitalët, për në Tiranë. E dashur Servete, sa vite martes ka djali me Nusen? Pa gati 10 vjetë. 10 vite martes, sa fëmijë kanë sjell? Pa 3. Njëna ka 9 vjeqe, a ka majtë ama vetë atje. Kurse du i kom pasën këtu, i kom laj, i kom shtaj, i kom bëmë, djetë e gjajnë. Por, nusja e djalit që kur erdhi në shtëpinë tuaj ka pasur probleme shëndetit mendor? Pa, qike ka ardha janë, aja është të ka qenë, qike ka akon. Ta thejmë në zemër edhe drejtë. Unë esë nuk di të rejtë, jam 64 vjeqën i me, le kom problemat e mije me zemër, me tension, atje që sot marë i leqët e mije, sot e përbëdoj, Ale, i gjama kalimajve vetë, kalimajve që kë shpirë më tonë, se unë jam mërë në shpitale. Që tjetë, dhe këtu më venë kalimaj të i qajtë për zotën. E kjo është e dhimbshme sinqerisht, po si e martove djalin me një vajzë që kishte probleme shëndetit mendor? Nuk gëllëzoj një njën këtë. Nuk gëllëzoj më shkesë, o është të në atje në kavaj, për nuk gëllëzoj një njën. Që unë kështë në kështë. Po kur themi që nusja kishte probleme shëndetit mendor, çfarë veprime shbënte ajo në shtëpi? Veshke shtëpijet e tëre nuk shifet në sy. Nuk hyet më. Nuk shifet në sy, nuk hyet më në atje. Nuk hyet. Ta them drejt. Nuk ka jetuar nusja me ju, ka jetuar më vete me djalin tuaj. Po çuni po. A lashon ti atë nuk ajo vesh ti shosti kom qëtë sa vidin i me onë që ka vodhë, me milë, me gjane, shku më na i jenë bajtje. Shku më. Por si? Kalemaj, quni me taftë për jashtë lugurit që i kom qëtë ty gjëmu kalemonit, ka 6 lugurit në ujtë të të tjene i ka gjëmu ma për jashtë. Ta thejmë zemër e drejtë. S'kom që t'i bëjë. Servite, po si e keni mbajtur 10 vite nuse në shtëpi dhe nuk e keni çuar tek mjeku, nuk keni kërkuar ndihmë? Atë di policia, atë di prokuroria, atë di gjykata, atë di djesa që shumë është ajo. A di. Por pse gjërat kanë se policia ka pasur ka unë vite i hedh 10 diç, hedh 2 javë vite sa vrista kalamajt, i bata vulë ka faqet. Kush e ka denoncuar në polici? Ka qenë nuse që ka denoncuar ju apo ju e keni denoncuar? Jo, kam morë policin, kur ka vra kalamajt ajo në, kur ka vra kalamajt, a në kom qu kalamonin ke fermieri atje në ka va policia mo. Po si ka ato nëse se nuk ka gjetë shpi, ikën ajo, shkon sa mi ven, del, që sa ba. Por prindrit e saj, Krushku dhe Krushka jote, nuk kanë marrë ndonjë mas për vajzën e tyre, por e lënë në këtë gjendje se mbas ajo nuk është për kryuar familje dhe është zhuna. Ato nuk ven hiq, nuk ven. A në kur ven tëne, dhe ven notës e kënë zarë, ma ardë. Nuk ven. Por djali juaj çfarë thot Servete? Hiq, nuk thot gjo. Hiq fare. Hiq. E me kjej natë atjen për bënja 4-5 dit, murë qunin. Të voj mamë të pa marë i qunin. Me e këna të shumë, për nuk ishte ne i qunit jo. Ka arë qunin mrapo, ka thonë dhe ikë kënona. Po mirë, nusja marrëdhëniet me djalin si ka, është e dhunshme dhe me djalin tuaj? Ata zehen jetë ty të rritiq. Zehen, se vjetë quni prej puna, nuk ban es buk, es gjellë, es lam, es budit me tërdu, kërka përshe me buk s'ka, kërka në gjellë s'ka. E presi qunin, kur vi qunin prej net, dhe nisi gjellën, dhe boj bukën, dhe vetë përshe me bënezi sopën. Nuk bën varë, e si sen.
Po mirë, ti si një vjerë e mirë, duke ditur problemin e nusës, pse nuk e ndihmon pak nusën? Unë jem s'muni me vetëm, keqena, ku ti një mojë di shti bukëna, apo di bëgjela. Gëdza mund vëtene, apo të maj kalamaj, ti laj, ti shtaj, ti haj, ti japë hon, ti japë pi, qështu mund vëtene? Por jo, ajo ka probleme të shëndetit mendor dhe ndoshta nuk është e vetëdijshme. Ndoshta nuk është e vetëdijshme për veprimet që bën, nuk është në gjendje të kujdeset për fëmijët, dhe kjo është një situatë shumë serioze. Ndihma më e madhe që ti mund t'i japësh vete është ta çosh tek mjeku, ti thrasësh prindrit, të gjeni një zgjidhje. Në më shumë ti bëj fëmijëve të mirë që ti maj kalamaj, ti jena 4 vjeç, jena 2 vjeç, ti maj, ti laj, ti godes, ti jap bukë, ti jap tallme. Me gjumë, çune krejt të kohën me desmeje. Çune, kalamajt e mi, kalamajt e vegjël, 4 vjeç, 2 vjeç flejnë me muve. I qoj për spitalet, në mund t'i bëj nana jem, mi qene 10.000 lek, mi qene 30.000 lek, ma nana, që marrë i lajcët e mijet, marrë i lajcët e kalamajt, t'i ble pelerinë e kalamajt. Unë i marrë pelerinë, i he një anë marrë qunit, që t'bëj zemra juve? Jo, unë e kuptoj që ti nuk ke gjendje ekonomike, por nuk po flisja për gjendjen ekonomike, po flisja që të rrije afër nusës, ajo të mjekohet, mbase situata e saj përmirësohet, por jo ta lini ashtu. Nuk ka gale fare për mua, nuk dhe mrena, unë kur flasë unë që është ti qunin nujtë thoti, vere kalamaj, me nuk dhe më kuj që t'jeni i bakë tërtura kalamaj, i më kuj që dyrtë. Po mirë, se kjo është e pa konceptushme, por djali juaj çfarë bën në të tilla situata? Nuk, e si gjo nuk bën, një për të thejme dritë, e si gjo nuk bën. Po, ajo mbase ka nevojë të shtrohet në Zdi që të bëj për vete. O, Servete, tani të lutem, sepse ti je 65 vjeç, je nën, je gjyshe. Tani, nëse ajo ka nevojë të shtrohet në spital, ju këtë gjë bëheni. Mos e lini aty të torturoj fëmijët. Tani ai djali juaj disa pika mbi i do t'i vendosi. U s'di që të bëj as në çunin temi. Në çunin se kam kur çunin nuk kam rregull unë. Se çuni im tish i rregull, nuk shka të më mon kanana. A lit atje. Se nuk ka përzon nosën. Se nosën do djeg rrobat të shtëpisë. Ka djeg me divana, me dysheke, me gjithë gjëra. E thejme drejt, e ka hu 2-3 divane, 2-3 palë divane, ka hu të e që i këndoro. Po mirë, djali juaj, ka probleme të shëndetit mendor? Por punu për nën, pas nuk ma nësi kokët leku. I qanë një, shka lëpi në të tje, thot, bjelek se ke kalamaj të, shka i qanë tje, rive pa buki. Unë kam, qunit 34 vjeç në i dhash buk një me që i dhash jap buk, da, mjes, drejt, jap buk. Jo, a ka probleme të shëndetit mendor, djali? Mirë punon dhe ja gjon lekët. Ja, nuk ka kështë bërtazën shajmë më. Nuk di që Por ai thejme. nuk e menaxhon dot të situatë, se kjo është një fatkeqësi e madhe. Nuk e menaxhon dot situatën djali juaj? O them, nuk është afar. Hiç. Por çfarë të thotë? Hiç. Kur ti flet me djalin dhe i tregon çfarë bën nusja, çfarë thot djali, si reagon? Nuk kam që t'i bëj thot. Nuk kam që t'bëj. Çfarë të ku shkoj ndaj këtë atje unë? Një në rikshë, se shofësin se ku flejnë, e në logo, e në pëstrahat më njerë këcullja. Kërsa ta rrinë, nuk hëtë më nënë. Nuk hëtë. Por ti ku ke folur me nusën? Gjithë ditë në bajt, 24 ore, dhe 30 kundaluj më nënë në bajt. 30 kundaluj. Da mushë 3 herë atë do pëzitë në alta jo. Më pëmë. Unë të thejmë drejtë, unë s'di të rej fare. Po mirë, nëse ajo do të bëj dush, do të pastroj, le të harxoj ujë, çfarë problemi ka? Po jo më s'po la, bravo këtë i kotë, la ta që ka pas la, ka la. Nuk më dhejmë së të ujtë muve, mu dhejmë së të milë mo, dhejmë së në gjane që bëblenë, së dhe nuk ka mu për nesër. Shko lëpë ne, për shemë të lëpë gjana ne, për shmë leke gjana. Por ti kur ti flet me nusën, ti vetë marrëdhënie si ke me nusën? Unë flasë për mirë, e me ne dhe thot, që të flasë. So, unë i flasë për mirë, pa thej, mësë më vëraj për kalamaj se me zikë për i bëjt meti, mësë i vrap, mësë i bëjt, pra, e shpyt fare, nuk pyt. Por nëna dhe babajnë e nusës, e ke marrë, ke kërkuar ndihmë ti vetë si krushk? Pa di në të fëmijën e vetë që shë kemë një zemra, a di në të se që shë kemë fëmijë, a di,
Nuk o punë që së dinë ato që ka bo këto fëmijë vetë ka qenë që më vetë, e dinë ato. Por djali juaj, ajo që mua më habit është që djali juaj që nuk ka probleme mendore, për i ka ndodhur kjo fatkeqësi me nusen. Ai është i lumtur kështu? Më thonë drejta ata kanë vëra çunin në disë nga vajza, kanë vëra për netën e çunin. Kur vijen të këtone, kur vijen njerëzit këto se unë vijen të ata vijen me 60 vetë. Nuk mikshëm vijen të uzon të uzijen tone. Po. Më thonë drejtën jam dëbhovë të tensioni, se unë i kom djetha, më zema, me tensione, kom alergji, në kom djetha, unë sot hyjnë një vend përveç këshone. Qartë. Ato vijen të, e në nuk dilshin, për shtëpije, 6 vetë, 7 vetë, 5 vetë vijen, i hen një aftë, i hen dhe dyqë, vijen të muzon me ne, që mos i flisim, mos i përzijem. Që të jemi zemër jatë, unë s'kam mundësi. Fëmijët e mitur janë në rrezik me nënën e tyre, pra ajo është sëmurë mendore, apo thjesht ti si një vjerë... Janë në rrezik, që rreziku që janë gjallë ama. Por kur ti ke njoftuar policia nuk ka marrë as simas, nuk e ka njoftuar shërbimi social? Ja, hiq fare, hiq. More herë janë doktoreshë kartën tonë, morë qunin, edhe të muoj, në të paqoj me ka vajta për qerdë. 10. Fëmijën, po? A quni ja, a qove ja më tonë drejtën, shkoj atje, uzum ato atjene, nuk me ja ma mojë më nesër. Se më thonë, keni vjatë qunin, keni shku kishtë thonë atjen ka vaj. Së më mojë më nesër. Që të bëj? Unë s'di që të temi. Jo, nëse ajo ka probleme shëndetit mendor, situata është serioze, por nëse ajo mund të jetë, le të themi, paksa agresive me vjerën dhe nuk shkon me ty, është tjetër problem. Nëse ju keni raportet të qia me njëra tjetër. Aja bëjë gjithë ditë kësho. Hap krahat, qia kokës, bë torturë, bë gjajno. Gjithë ditën të poshtë për tjetë, ikën, delen e për lajqet, të shkon e për... Nuk të ti mos, di që të jemi. Nuk po të jemi kësho. Po ma habit djali juaj, tani djali juaj si reagon në të tilla situata, sa i syti ka në balë, mendje ka e kupton situatën, pse nuk e ndihmon gruan e vet. A qoj herë, mund nga 8.000 lekë, pa ne ku s'ka punë, se të ketë punë ma e me ditë punon. Me ditë punon, po shemë me 20.000 lekë sot, dhe vetë marë ushqime për darkë, dhe vetë i hajë djetër, se e puna që i huti, nuk e puni që i hanë. A e bërë më koronën, i shti më koronën, nuk i ftohë, nëse dhe vetë i hujti, dhe boj bukën të hujti, e di e ushqimin ti, nuk e puni që i hanë. Që teme? Por fëmijët... E nuk kur i boj për shqipon, dalojmë i disa borën, dhe rritë 2-3 ditë atje, unë the merë për shtja mërënë, ja gjizën, ja djatin, shtja mërënë të hash. Ja, dalojnë e këto, thot, amo, është i. Nuk di që teme. Por gjendja e fëmijëve si është? Fëmijët i po më teme, qunin kja maju këto fartë, se qunin tema muve, gjënodhe gjithë ditër. Kusë gacët bërtasin gjallë ama fare. Bërtasin të dy jo. Gocat qa moshe kanë dhe njërë të lute? Një në 9 vjeqe, mush 20 prim, mush 9. Kusë tjetër kara për 5, quni kara, një kara për 3. Por goca që është me madhe, vete në shkollë? Unë klas 3, të është atje, e ke ropë të vetë atje. Po ke ropë të vetë. Vete në shkollë? Unë klas 3 në gjallë është. Erdi natë këtu i folur, përri minu më zbërtit pra, më zbërtit minu pra, më zbërtit, pra. Qova nesët më nana jata qova në kavaj, i bleva gjane si qonë për bleva më djetë që i veshtru për gocës, që dhe gëllzoj se nuk e di mo se a ka fëmina qunit tem, nuk për themit një për i sen, a ka fëmina qunit tem, i dhe është tongme, i dhe është time, i bleva gjupe, i bleva tletë, i bleva pëntonë, e në iko më shkoj gaca, atje më shkoj kërë rrugë të vetë. E qartë, por djali që ti mban, i vogli fare që fle me ty, e kërkon nënën e vetë? Ja, fare. Es nuk i bi menjë. Por babajnë? Nuk i bi. Es e te jo. Es i jo hiq. Por djali juaj me... E në gaca nuk e donë, do të më vret bëdëlajke, veç më të thotë. O në thotë më vret bëdëlajke, nuk shkoj. Gaca rri dhe në orën 10 rri këtu konë. A mua përzoj, mua parasysh se s'kom këtë vesa të vritën farë të dy këllë maj. Po dhe në 10 notës unë a maj gocën to. Por djali me... 10 notës ma qëjtë. Dhe gaca në orën 5 mjesit e mu. Po djali juaj tani me kë jeton?
Është vetëm? Çuni ima? Po. Vetëm. Por a ke folur me të birë që çfarë do bësh me këtë situatë, se ky është një hall shumë i madh, o Servete? Nuk merr vesh që zemër jo, unë flas e hiç, nuk zon hiç, nuk merr vesh. Nuk merr vesh. Unë thash i natë, tash o Bertë në po xhulime, s'ka marru ilaçet hala, po ti bëj ilaçet. Po ti ku qeti re? Arrin, a vërtet, a shtoni me të keqen anë us di gjo, se ç'bën. Tash ku qeti ditë, çështë bën skandalën të Durrës. Skandalën e Kokës. Po ç'të? Ta më kanë dhënë ilaçet. Të lava to. Mjekime dhe ilaçe që ajo duhet i pi. Veç ilaçe, pa ku di gjoni mu. Ato s'di resi jone, s'tjezëm na i pa shkollë, unë të keqen. Ku ka po shkollë? Por gjithsesi e dashur Servete, unë do këshilloj që te shërbimi social i Bashkisë së Kavajës kërkon ndihmë për djalin e vogël nëse ai ka nevojë për psikolog. Dhe njofto dhe shkollat ku janë vajzat që të marrin shërbimin psikologjik duke ditur situatën që kanë me nënën e tyre. Se këto janë trauma shumë të rënda që fëmijët përjetojnë. Se ata e çon gocën aty në kopësht, a çon mes, rri gjithë rrugës sa aty vërtet në gocës, do të vras, i bë dorë, apo do të vras, do të qave, i bë grusht të gocës, se thon njerëzit tani, që thon. Me kjo shfatkesia sinqerisht. Se ka kalamone, i kështu është dia vdekë më. Çuna më shalakshë. Por i vërtet. Mos është të vi shpita e mos i gjësa dhe vetëm mori gocën prap. Nuk e le gocën deri do më i deni më të gjys për shembull. Sa kanë kopshte. Gjithsesi kjo është një fatkeqësi që ju ka ndodhur. Është fatkeqësi që nusja ka shfaqur probleme shëndetit mendor, ti më tregove që kur ka ardhur në shtëpinë tuaj, ka pasur probleme dhe nuk do të ndodhte kjo martesë. Unë akoma vazhdoj të habitem me ata prindër që fatkeqësisht kanë një fëmijë me probleme shëndetit mendor, si i martojnë. Nuk e di. Unë atë se kam thonë unë ta kisha fëmijën teme, unë nuk e martuje. Nuk e martuje, di bëj dërmone. Se unë kam net më çunin tem, më këtë që kam këtu në 3 muaj shpitën, këron 3 muaj komplet që mendat kanon. Si i hoqë stomokun, i ke qi stomak ka çunin. Bet më gjoksin, jam po më gjoksin. Zemën më ka shpirt, tensioni kam, alergjini kam, unë kam gjithë të problemet, gjithë. Më çunin. Rikërini hoën temperaturës, ka hekë stomokun e. Po të hajsh i qikë më shumë e me nërë. E dashur Servete, unë numrin tuaj e kam, do mbetemi bashkë në kontakt dhe sinqerisht do të ndihmoj për sa ju përket fëmijëve. Por mundohu të flasësh me të birë, se është një situatë që është e rëndë, dhe ta braktisi është gjuna, është nëna e fëmijëve të tij. Nuk e lejnë e ka lonë veçën për ilaçe shumë, nuk ene dushti, ma për zonë dhe nuk ikën e. Nuk ikën, vjen. Por, do zoti, ajo merr medikamentet, merr ilaçe, situata përmirësohet dhe bëhet e ndërgjegjshme, të paktën për fëmijët e saj, është e rëndësishme. Unë për fëmijët, që du nënë për vetën temë, unë nuk e di mu. Unë du për fëmijët e vetë, bëhet për fëmijët e vetë, bëhet fëmijët që tjenë për shpi për këtë një. E qartë, të besoj dhe të kuptoj. Tjenë fëmijët e vetë, tjenë për shpi. Amo, po m'ngelen, po bënë kalamajt mu, si punë asaj, e detë për qunë jem. Nëse ti e dyshon këtë gjë, du t'i bësh kontroll edhe fëmijëve, mos t'i lësh pas dore fëmijët. Mirë, Servete. I kom qu zemër jote për sot, i kom morë kalamajt, i kom qu tjene, në kavaj, i kom ashton. Po, thashën bërtasin kalamajt. Fëmijët janë agresiv, Servete, nëse fëmijët rriten në një ambient ku ka dhunë, kanë prindër agresiv, ashtu do bëjnë dhe fëmijët, ata imitojnë prindit e tyre. Është fare e thjesht kjo gjë. Prandaj po të them, kërkon ndihmën. Por ne të kërkove çik ndihmë kjo. Por ne të kërkove çik ndihmë, unë s'kam ku të shkoj me tonë drejt, unë s'jap një në një. Te shërbimi social i Bashkisë së Kavajës, aty do e kërkosh ndihmën, do të ndihmoj dhe unë që fëmijëve t'ju ofrohet shërbimi psikologjik nëse janë të dhunshëm. Kështu që do mbetemi të dyja bashkë në kontakt dhe sinqerisht uroj më të mirat, shërim sa më të shpejt nëse së djalit dhe mos shkatërrohet ajo familje për hir të atyre 3 fëmijëve të vegjël. Po pru qunin unë, para 2 javësh mua në vrau qunin me ka bu faqe gjithë vullë qunë, na.
Janë të dhunshme. Vin këtë ma që të qaj, doj nanë, më vëra bële lagje të, doj nanë, më shtevë nujtis të, oj nanë, oj nanë, që doj nanë? Për rabë mytën italianët, për unë nësi kunotit, para 2-3 nëse i vdikja, me për i qonë me robe, për që do, të shkaj për e më gëshonë. Unë e vesh me robe, e shka gjeshë, shkaj për e më gëshonë. Robot, që të bëjnë? Qartë, kuptoj dhe situatën. Mirë, Servete, numrin ta kam, të premtoj që do të ndihmoj, nuk është në dorën time, por Shërbimi Social i Bashkisë Kavajës e ka për detyrë këtë gjë, që do mbetemi të dyja në kontakt. Faleminderit shumë, rafsh ke zemë, rafsh. Mirupafshim. Mirë shumë për Zot. Për ditë shoh, për ditë nuk ka ditë që nuk shoh për Zot. Se vë në dyshim. Për ditë. Mirë, të përqafoj, mirupafshim. Ne po Serveti larg. E në fakt historia që Servetja tregoi me nusën e djalit është një fatkeqësi e madhe dhe ajo që mua vjen keq në Shqipëri është që shumë pak ose as pak nuk flasin për shëndetin mendor dhe nëse fatkeqësisht në familjen tonë, në fisin tonë, në lagjen tonë, në hyrjen tonë, fëmijë jon mund të ketë një person me probleme shëndetit mendor, jo vetëm që nuk i ofrojmë ndihmë, kështu ndodh fatkeqësisht në Shqipëri, por edhe kur e kemi brenda familjes duam ta mbajmë sekret që bota mos ta marrë vesh sepse ju vjen turp. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe. Në vend që të kërkojmë ndihmë dhe të marrin një zgjidhje pikërisht tek bluzat e bardha, tek mjeku psikiatër, këta njerëz i mbajnë të izoluar personat e tyre që kanë probleme shëndetit mendor, duke dëmtuar vetë personin, por dhe gjithë familjarët. Dhe kjo gjë ka ndodhur pak a shumë dhe në familjen e Servetes, ku ajo tregoi që nusja e djalit kishte 10 vite në atë shtëpi dhe kishte probleme shëndetit mendor. Gjithsesi, ishte bërë një mjekim nga mjeku në qytetin e Kavajës dhe urojmë që të ketë përmirësi me kjo nën, por problemi më i madh janë 3 fëmijët e saj, ku nëna dyshon që janë agresiv dhe mund të kenë trauma dhe e kërkonte një psikolog. Uroj që të bëhet më e mira për 3 fëmijët e mitur. Mirë, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live të dashur miq. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për denoncuar, keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, keni për të dhënë një mesazh motivues për gjithë ata që na ndjekin këtu në kanalin tim në YouTube, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar këtu në YouTube Odeta Dume Mandro, ku çdo ditë paradite live ora 10 jam me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe takohemi nesër.